po të bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Nëse ti, si kryefamiljar, nesër nuk je më, a është familja jote e sigurt financiarisht? Në Gjermani shumica e baballarëve shqiptar mendojnë: më mbron shteti, ose kam sigurim nga puna. Por e vërteta është krejt tjetër. Risiko Lebensversicherung është një sigurim jete i pastër. Jo kursim, jo mashtrim, por një mburoj që aktivizohet vetëm në rastin më të keq. Ti paguan shumë pak çdo muaj. Zakonisht 10 deri në 15 euro. Pra, sa 2 apo 3 kafe. Dhe nëse ndodh diçka, familja jote merr me njëherë një shumë të madhe, si 200.000 deri 500.000 euro. Pa taksa, pa pritje, pa lutje. Kush përfiton? Gruaja dhe fëmijët e tu. Kush sigurohet? Vetëm ti kur aktivizohet? Vetëm në rast vdekjeje. Pse është kaq e rëndësishme? Sepse pensioni i trashëgimisë nga shteti gjerman shpesh është vetëm 300 deri në 500 euro në muaj. Kjo shumë nuk mjafton as për qira, e lëre më për shkollë, ushqim dhe jetë normale. Ky sigurim nuk të bën më të pasur ty, por i mbron ata që do më shumë se veten. Nëse je i zoti i shtëpisë dhe do që familja jote të mos mbetet në mëshirë të fatit, ky është minimumi që duhet të bësh sot. Jo nesër. Nëse do të dish si bëhet, sa duhet siguruar dhe çfarë gabimesh të shmangësh, komentohu dhe ta shpjegoj hap pas hapi.